Të diskutojmë një tjetër aspekt. Dëmtuar. Nëse më lejon. Tani, normalisht, me që më ngacmove dhe me shembuj të tjerë ku është turizmi një pjesë e rëndësishme e jetës, qoftë edhe superfuqi si Italia, apo Spanja, apo Franca, zëri i dytë më i rëndësishëm pas turizmit është mënyra se si toka dhe vendasit e furnizojnë turizmin dhe kthejnë atraksione turistike, turizmi kulinar, turizmi arkeologjik, arkitektonik, etj. Shqipëria, çfarë raporti ka në këtë drejtim me turizmin e vet? Pra, sa bujësia shqiptare, sa dora shqiptare, sa produkte shqiptare, sa industria e lehtë ushqimore shqiptare është prezente dhe konsumohet nga këta turista që vinë. Qofshin ata 1 milion apo 100 milion. Fola pak përpara që turizmi dhe bujësia janë dy shtyllat ku ne duhet të mbështetemi, pasi nuk kemi mundësi tjera dhe fakti që ne në bujësi në vend që të ecim përpara po ecim mbrapa është shqetësuese, sepse për të vërtetën një nga pikat më të forta që kemi ne kemi gastronominë. Pra shansi shqiptar ka qenë që një pjesë e mirë e shqiptarëve migruan në Itali dhe punuan në sektorin e shërbimit kuzhinë dhe ata u kthyen mbas vitit 95 dhe u bën lider në Shqipëri. Bashkimi i kuzhinës mesdhetare dhe shqiptare me kuzhinë italiane solli një revolucion në gastronominë shqiptare. Çdo qytet, çdo komunë, domthonë çdo territori i Shqipërisë ka një gatim specifik i cili për të vërtetën është përpunuar, pra ka dalë nga ajo sasia vetë copën e mishit përpara dhe haje. Dhe kjo bën Shqipërinë shumë atraktive dhe ne jemi më të suksesshëm këtu se në çdo sektor tjetër. Ne jemi shoqatë shqiptare e turizmit dëshantare, shoqatës ballkanike dhe ne lëvizim, bëjmë konferenca, bëjmë takime, bëjmë konkurse gastronomie, ne jemi gjithmonë të parët, absolut. Pra gjithë ish Jugoslavia apo Bullgaria apo Lindja, ne e mbysim me ushqimin ton cilësor, kudo që shkon aty, ketë njëjtën pjatë, njëjtën model, njëjtën mënyrë shërbimi, pra ne jemi konkurrues në këtë drejtim. Problemi është se ne nuk po financojmë. Pa lënda e parë s'është e jona, po pra, të kesh 25% të furnizimit nga Gjermania, kur Gjermania prodhon vetëm lakra dhe patate, dhe ti kesh frutat, perimet, furnizim, tregon që ti je i mbytur nga importi. Ne vetëm financojmë 50 milion euro bujësin, ndërkohë që Kosova ka 100 milion, Maqedonia e Veriut ka 120 milion, Serbia ka 1 miliard euro, domethënë kemi diferenca shumë mëdha, aq më tepër që ne nuk financojmë direkt. Po ne kemi financime indirekte. Ja hollojmë. Kështu që atyre nuk i shkon as 20 milion euro direkte. Pra ne duhet të kombinojmë. Pra momenti është që të kombinojmë bujësinë, blegtorinë me turizmin. Sot turizmi nuk ndahet nga transporti. Kur flasim për turizmin, është pakete përbashkët, se ti do shkosh në Turqi, e kupton, ai thotë do pagosh 900 euro person, aty ke avionin, ke taksin që do të shojë, shuttle dhe nuk ndahet më. Dhe ne jemi gati 24-26% prodhimi përgjithshëm bruto nga turizmi dhe transporti bashk. Pra është 1/4 e prodhimit. Nëse ne nuk tregojmë kujdes, nuk tregojmë rëndësi dhe konsiderojmë turizmin si ajo lopa që e kalon në kanal, po do hajë 5 litra qumësh do ta bëjë.